ndalimin e dinarit si pagesë zyrtare. Nuk përdore dinarit askond? Nuk, çështja e veriut ka qenë çështje që ne kemi trajtu me seriozitetin më të madhin, sepse nuk kemi mujt me toleru një gjendje të tillë në Republikën e Kosovës, ku rendi e ligji përjashton teritoret caktuna dhe aty nuk vlen rendi e ligji. Pra, ne kemi thënë që rendi e ligji do të zbatohet si në Kaçanik, si në Leposavić. Është e pakuptimt ku një pjesë e teritorit ka qenë jashtë kontrollit efektiv të Republikës Kosovës. Dhe ne këte e kemi rikthy, gjendjen e kemi rikthy në normalitet. Atje ka qenë gjithçka ke mujt t'i thuash, por vetëm Republike Kosovës jo, sepse nuk ka pas funksionim të institucioneve të Republikës Kosovës, gjithçka ka qenë në direktivat dhe suportimin e Serbisë, pra strukturat paralele të Serbisë, ndonse me një marrëveshje të vitit 2013 është kamuflu një gjendje se ata po e pranojnë apo po veprojnë sipas ligjeve të Republikës Kosovës. Dhe ne këte kemi arrit me sukses që ta rikthejmë gjendjen në normalitet. Tani, pas investimeve të mëdha që kemi bërë, pas shtrirjes së sovranitetit dhe integritetit, pas ndjekjeve të bondave të Radojqiqit, pas mbylljes të filialave të Bankës të Serbisë, popullore të Serbisë, dinarin si monedhë për pagesë zyrtare, ndalimin e dinarit si pagesë zyrtare. Nuk përdore dinarit askond? Nuk përdore. Jo, në gjepat e qytetarë mund të ketë edhe dinare dhe dollar, çka do tjetër, por jo si pagesë zyrtare. Mbyllja e strukturave paralele, shtrirja e gjitha agjencioneve të Republikës të Kosovës, pra atje as nuk ka pas shtrije të institucioneve si që është Agencioni i Regjistrimit Civil, të punësimit, nuk ka pas biznese normale që kanë zhvilluar rrëmtarinë e tyre, pra ne u kemi hapë rrugën që investitor të shkojnë dhe të investojnë lirë shumë atje sepse o Republika Kosovës. Dhe kush ka investu atje? Kanë investu bizneset të ndryshme dhe institucionet e ndryshme të Republikës të Kosovës e kanë shtri pra veprimtarinë e tyre duke fillu pra nga posta e Kosovës, është mbyllë posta Serbisë, aha posta Kosovës. Telekomi i Kosovës për herë të parë me këtë qeverisje i ka ngrit antenat dhe ofron shërbime për gjithë qytetarët, gjë që në të kaluar s'ka pas. E tjera që tash na shkon vetëm një emision për t'i numëru, po ne çka do të bëjmë është që nuk do t'i ndalim investimet, rendi e ligjit do të zbatohet, nuk do të ketë rikthim më të gjendjes së mëhershme kurrë. Ne do ta mirëmbajmë këtë gjendje të qetë, të sigurisë, edhe do të inkurajojmë edhe bizneset edhe qytetarët që të investojnë e ta ndinë veten të lirë, e të sigurt edhe në